Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmën dhe emisionin e sotëm do të flasim për historinë e suksesit të firmës Reklameta, e cila operon në qytetin e Kamzës prej 23 vitesh. Për më shumë, le të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për ne Alessio Meta, administrator i Reklameta këtu në qytetin e Kamzës. Reklameta është një biznes familjar, i cili u krijua nga babai im që kishte emigruar në Itali. Biznesi ynë ka një larmi produktesh, kemi të bëjmë më shumë tek reklamimi i bizneseve. Ne reklamojmë bizneset e reja, bizneset e vjetra. Kemi një gamë të shumë në adezivash, kemi peçiklazesh. Më shumë rreth adezive janë për shembull materiali i cili ngjitet mas çdo sipërfaqe të mundshme. Kemi më shumë tek pjesa e banave ose pjesa copë që ne përdorim më shumë tek objektet ose material që përdoret më shumë për ambientet e jashtme. Si dhe peçiklazi tek tabela 3D me ndriçim, pa ndriçim. Domethënë ka një larmi, një gamë të shumtë, gjë që e bën idenë e klientit të dalë më në pa, të jetë më kreative dhe më artistike. Po, cilat janë ato sipërmarrje Alessio që kërkojnë shërbimin tuaj? Disa nga sipërmarrjet mund të jenë gati gjitha sipërmarrjet e mundshme. Duke filluar nga kafe bar? Duke filluar po, nga bar kafe, duke restorante, kompani të ndryshme që duan reklamimin ton, ose shumë gama të tjera makinash, për shembull brandim makinash, brandim biznesesh që kanë nevojë për reklamimin. Institucione arsimore private, stenda për to apo jo? Stenda, flamura. Ty operoni vetëm në qytetin e Kamzës apo keni dalë më tej? Ne kemi dalë në të gjitha rrethet gati, kemi punuar edhe në Durrës, në Elbasan, gati në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Këtu ndodhemi në ambientin e parë, njëri nga ambientet e repartet tuaja, ku prisni klientelen, apo jo? Po, ky quhet ambienti i dizenjatorëve, është ambienti kryesor i firmës tonë, pasi këtu klienti jep idenë e tij dhe ideja shfaqet në një formë artistike në kompjuter dhe japim një si tip ideje paraprake si do dali produkti final. Për të rënë dakord midis jush apo jo? Pastaj reparti që vjen pas nesh, cili është? Reparti më vonë janë tek printerat ose pjesa elektricistit, gati gjithë, domethënë reparti i mbledhjes dhe i zhvillimit të punës nga ide e kthyer në realitet. Tu përfshirë banerat edhe reklama ndriçuese, apo gjithçka janë pas nesh? Po, gati gjithçka. Po. Për të përmendur është se këtë zanat e ka mësuar babai juaj kur ka punuar disa vite si emigrant në Itali. Na sqaroni diçka më shumë për punën që ka bërë ai në Itali dhe si e solli eksperiencën e tij nga Italia në Shqipëri për të hapur biznesin sipërmarrjen e tij këtu në Kamës. Ai si fillim ka emigruar në Itali në pjesën para 3 dekadave pra në vitet 90. Në vitet 90, ku ai emigroi atje për një jetë më të mirë si të gjithë shqiptarët. Dhe ai momentin që u mundua domethënë të marrë një pjesë të profesionit tek një shoku i tij italian. Pra punoi në këtë sektor në Itali, në sektorin e reklamave. Në sektorin e reklamave, në studio grafike. Po. Ku ai punoi atje diku një dekadë, 10 vjet dhe erdhi përsëri në Shqipëri ku e solli biznesin e tij këtu dhe e hapi nga fillimi. Edhe ju në firmën e babait dhe të mamas tuaj punoni prej shumë vitesh apo? Po, unë u bë gati një dekadë që punoj në këtë pjesë, në këtë sektor, këtë studio grafike dhe mendoj që është një biznes shumë artistik, nuk është një biznes për të gjithë. Të le hapësirë për krijimtari, për art, apo jo? Është një biznes që të lejon të shpresh talentin tënd në arte dhe të jesh më artistik. Është diçka që bëhet me pak fjalë, me pasion. Dhe cila është më saktësisht profesioni juaj? Çfarë sektori mbuloni ju? Sektori im është pjesa e studio grafike ose pjesës të dizajnit, graphic designer, ku unë mundohem të komunikoj me klienti me jep idenë e tij, unë i shfaq diçka më realistike, e kthej atë në art, në pak fjalë. Pra ju jeni faza e parë para se të zbatohet dhe të zbatohet ky projekti juaj në ndërmarrjen tuaj, apo jo? Po, para produktit final. Po. Po në makineri merrni pjesë? Po, unë pak a shumë jam pak nga të gjitha. Por më shumë e specializuar jeni këtu? Më shumë i specializuar jam në graphic design.
më shumë tek zhvillimi i produktit, tek printerat, tek freza, gati pak nga të gjitha, si i thonë. Po, ndërsa prindërit tuaj? Ndërsa prindrit e mi janë më shumë tek graphic designi dhe tek menaxhimi i biznesit. Po. Atëre, Alessio, pas sa interviste prezantuese që bëm në ambientin e parë hyrës të firmës Reklama Meta, do të shkojmë në makineritë moderne që ju keni në dispozicion të klientëve për të realizuar këto reklama që i shërbejnë sektorëve të ndryshme të ekonomisë shqiptare. Vazhdojmë bashkë? Okej. Alessio, kemi kaluar nga sektori ku ju prisni klientët dhe bëni projekte tuaja për reklamat, në një sektor tjetër ndodhemi në repartin e makinerive të ndryshme. Shëndodh në këtë repart dhe na prezanto makinerit që janë në funksion të prodhimit të reklamave të ndryshme. Po, atëherë ky është reparti i zhvillimit, ku puna nga ide kthehet në realitet. Këtu kemi pjesë tek printerat, këtu janë rreth 3 printera, një printer Mimaki EV3360 dhe një printer Mimaki gjithashtu pak seri më e vjetër dhe po ashtu një printer UV Mimaki 330-160. Është një makineri me origjinë japoneze dhe ka një teknologji shumë të shpejtë dhe më efikase dhe specializuar në pjesën e printimit. Ajo heq një shmëri punësh tek adezivat, tek rrjetat, një lloj game materialesh. Kemi një printerin Mimaki. Përsëri një printer tjetër? Përsëri një printer tjetër UV. Dhe edhe ai adeziv printon. Dhe i gjithashtu printon adeziv, por printon një lartësi më të madhe, 320 cm. Një dimension më të madh letre. Dimension më të madh letre. Po, gjithashtu këto printer, 2 printeret e parë janë CMYK, ndërsa printeri UV ka një lloj inku të ndryshëm, pasi është një ink që kur aplikohet, duhet t'i aplikohet dhe drita UV sipër saj që ajo të thahet si bojë. Po tjetër makineri, çfarë keni këtu? Tjetër makineri kemi edhe 2-4, 3-4 gjithashtu. Ky dhe ai tjetër, edhe ai tjetër. Dhe ai i vogël atje. I katërin e vogël më shumë e përdorim tek pjesa e gomave dhe tek pjesa e bluzave, flamurave ose copave të ndryshme, që ne i brandojmë ato. Gjithashtu dhe këto katërat ne përdorim në pjesën e prerjes adezivit, ku ne i vendosim ose në xhama, në fasada xhama, ose në makina, ose në objekte të ndryshme. Konkretisht tani, çfarë po printoni? Kjo makineri kryen procedurën e printimit të adezivit dhe në këtë moment po printojmë një projekt të një klienti. Për çfarë përmasash? Për çfarë përmasash bëhet fjalë projekti? Kjo është një përmasë e vogël me dimensione të vogla, po që kualiteti e ka cilësuar klienti duhet shumë e pastër dhe shumë i qartë. Dhe tani dhe komandën, besoj, po? Po, tani dhe është komandën për të printuar. Dere po ju shoqërojmë dhe ne të marrim të proces pune. Bëhet fjalë për një pejsazh, po, me sa shoh? Ky është një pejsazh. Një vendlindje të klientit. Dhe shoh që makineria ka një shpejtësi të madhe për disa sekonda e realizon printimin, apo jo? Po, makineria është teknologjia e fundit dhe i suporton të gjitha, shpejtësi të lartë plus një cilësi shumë të pastër.
Është në fazën Tani përfundimtare, është në fazë- Alessio, apo jo? Apo kjo është përfundoj? faza e përfundimit, përfundoj. Ti që shikon dhe vetë imazhin është gati sikur ti je e vërtet. Po, cilësia është Cilësia perfekte. është perfekte. Dhe ky adeziv është për të ngjitur në Ky ambientet adeziv, brendshme me po. sa. Apo jo? I duhet klientit, i duhet në ambientet e brendshme si shtëpi. Okej. Mirë, falenderoj Alessio, falenderit. Makineri, futëm Po. edhe adezivet murale që në gjitha edhe në morë, këtojnë edhe kanavaca, foto të personazheve, më thënë që dalin cilësi shumë e mirë, pintohen edhe kartvizitat me gërma shumë të vogla, dhe më thënë dalin shumë qartë, shumë pastër, dhe më thënë, kjo është makineria që del, më thënë, gjithçka shumë e qartë. Faleminderit shumë, punë të mbar, punë të mbar. Faleminderit. Alessio, ndodhemi në një repart tjetër, pikërisht pas nesh ndodhet kjo punëtore e cila po punon me makinerinë e lazerit. Çfarë pret kjo makineri dhe cili është produkti që nxjerr kjo makineri? Po, ne ndodhem në makinerinë e lazerit dhe ndryshe quhet lazer CO2. Kjo makineri nxjerr paka shumë pret materiale si peçikllaz, forex, peçikllaz të dimensionit deri në 2 cm. Një seri produktesh që ajo krijon. Pra ky është produkti që pret kjo makineri, po? Që nxjerr kjo makineri. Ka lloj vendimesh. Këto më shumë përdoren për numrat e hoteleve. Mënyrat e ngjitjes, montimit të këtyre produkteve, kuriozitet nga ana ime, si bëhet? Montimi me vida, besoj, po? Jo, kjo Apo me kur montohet montimi final bëhet me vida. Me vida, po. Por që ngjitja e këtyre produkteve është një solucion i cili ngjit të dyja bashkë, peçikllazën me njëri tjetrin. Ndërsa te produkti final pastaj ajo ka Tek dera e hotelit kapet me vida, ka lloj mënyrash për të ngjitur të kapur. Por që edhe këto të tortave ka një lloj shmëri, nuk janë vetëm këto, ne bëjmë çfarë klienti kërkon, lloj shmëri të ndryshme. Keni shumë vite që e përdorni këtë makineri? Po, ka rreth 10 vjet që punojmë Që e përdorni. Po. Pa këtë makineri nuk kryhet ky proces deri në fund, apo? Po. Procesi prerjes, apo? Po, procesi prerjes më shumë na lehtëson kjo makineri. Pa të do mundoheshim me duar, me mënyra të tjera artizanale, ndryshme që hajnë sa më shumë kohë. Pra mund të themi që në firmën Reklama Meta çdo proces pune është i kompjuterizuar me makineritë më moderne. Çdo hap i kryes së një tabele ose një reklame është i kryer nga kompjuteri, domethënë i modernizuar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Ky është parti i fundit i sipërmarrjes tuaj, ku finalizohet me sa shoh montohen reklama ndriçuese që janë pas nesh. Po, ky është pjesa e fundit e një reklame, e cila kthehet në realitet dhe jepet klientit dhe pak a shumë kemi një llojshmëri tabelash, tabela me ndriçim, tabela 3D, kemi tabela taksie, tabela të vogla të thjeshta për bizneset të shumë llojshme. Dhe në fund fare ato reklama është një reklam 3D quhet ajo, me etalbond, me kornizë alumini. Është një reklam gjithashtu personalizuar dhe brandohet sipas biznesit. Bëhet me frezim siç e treguam edhe më parë dhe bëhet procesi i vendosjes së dritës, së ledit dhe që kthehet në tabel. Po, pas këtij procesi ju e finalizoni me montimin e këtyre reklamave, jo, me grupin tuaj të punës. Pas këtij procesi, çdo gjë bëhet gati, dërgohen profesionalistët, të cilët shkojnë e montojnë në vend, dhe më pas mbarojnë punë. Po. Alessio, atëherë unë falenderoj që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, që tregove eksperiencën tuaj si i ri që punon në gjurmët e prindërve tuaj, babait dhe mamas tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistët e emisionit Gjurmët, u ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në një intervistë ekskluzive me Alessio Meta, administrator i Reklameta, e cila operon në qytetin e Kamzës për 23 vitesh. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.